Blerja e pronave në Shqipëri mbetet alternativa më e leverdishme për investim nga të huajt. Shifrat konfirmojnë se edhe për vitin që lan pas, blerja e pasurive të patundshme ka udhëhequr investimet e huaja në vendin tonë. Sipas statistikave, në 2024, investimi në tregun e shitblerjes së pasurive arriti në 380 milion euro nga 325, që ishte kjo shifër në vitin 2023, me një rritje 17%. Në 3 vitet e fundit, të huajt janë fokusuar në blerjen e apartamenteve apo vilave, më së shumti në Bregdet. Kjo ka bërë që çmimi i pronave të rritet ndjeshëm në këto zona. Blerja e pronave më së shumti është një alternativë për t'i lënë ato me qira për sezonin turistik, ku Shqipëria po mirëpret gati 10 milion turistë në vit. Nëse do të referohemi të dhënave në vitin që lan pas, u regjistrua në Agjencinë e Kadastrës 31.200 kontrata shitblerje pronash. Shifra është 12.5% më pak se viti 2023. Por në të vërtet, shumë prej blerjeve mbyllen fillimisht me kontrata porosie, të cilat në një fazë të dytë konkretizohen me kontrata shitjeje. Në total, stoku investimeve të huaja në tregun e pasurive të patundshme arriti në 2 miliard euro. Në këto shifra, ndikim ka edhe kursi këmbimit apo edhe rritja e çmimeve në tërësi në sektorin e ndërtimit.